Një 35 vjeçar mbeti plagosur marmzjarri në rrethana ende të paqarta në Kurbin. Ngjarja ndodhi mesditën e së premtes në Fushkuqe, ndërsa i plagosuri është identifikuar si Akil Tahiri, banues në këtë zonë. Sipas të dhënave, ai është paraqitur me një plag në këmbë në Spitalin e Traumës në Tiranë, ku ka marrë ndihmën e nevojshme mjekësore. Mjekët bëjnë me dije se 35 vjeçari është nënshtruar një ndërhyrjeje kirurgjikale dhe aktualisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë, më njëherë pas marrjes së njoftimit, shërbimet e policisë kanë bërritur në vendin e ngjarjes dhe kanë nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe identifikimin e autorit apo autorëve të mundshëm. Deri më tani nuk ka një version zyrtar mbi motivet e plagosjes, ndërsa grupi hetimor po punon për mbledhjen e provave dhe marrjen në pyetje të dëshmitarëve. Nga të dhënat paraprake, rezulton se Akil Tahiri është një person me precedent penal, pasi më herët është dënuar me burg për grabitjen e një gruaje në zonën e Milotit në Kurbin.